Zonja, më vjen shumë keq. Përmonis, e dini që më parë. E dim çdo gjë. Të shkuarën, Të tashmen dhe të ardhmen. Hidromasazhi do të ketë mjaft sukses. Mirë, si do qoftë shkova në fest dhe e humba sensin. E di që e dini. Pra, ja si që ndrën puna Zeus. Zotëria rëndësia vetë, zotëria e ti jashtë nga re, e me tani ka një nga tërësartë që vonë. nuk e zëvëndi, e dim. E di, e mora vesh që e dini, e di, e kuptova, ndaj po jo pyes. Ato arri voglushi ta shkatërroj planin tim për të ngjitur sa më lart. Si O thon? jo, mos ja thuaj, ne nuk na lejoj të zbulojmë të ardhmen. Më vjen keq, kërkoj pushim. Mund të të bëj një pyetje? Mos vallë ke prer flokët, dukesh vërtet prallore, dukesh më shëmtuar se vetë vdekja. Sa neverina. Sa e shpifur. Zonja, ju lutem, papi im është në duart tuaja delikate. Në rregull. Pikërisht, mbas 18 vjetësh, planetet do të radhiten pa vështirësi. Së prapthi. Do të kesh kohë sa të duash për të vepruar. Lëshoj titanët të tu të tërbuar. Mirë. Dhe më pas, Zeus i krenar do të rëzohet. Dhe ty, Had, pushteti do të dhurohet. Hadin, mbretëron! Edhe diçka tjetër për të shtuar. Si the? Nëse Herkuli lufton, ty do të vi fundi. Në rregull, jam i qetë. Dhimbje? Panik? Kam një gjë për ju. Si vritet një perëndi? Unë nuk e di. Nuk mundesh, ato janë të pavdekshëm? E gjeta, ata janë të pavdekshëm. Prandaj, si fillim na duhet një rrezë diellore e vdekshme. Çfarë bëm? Zeusi do na përtojë përgjigje. I mendje të bash fëmijën, panik. Shpita brasit e mirë dhe t'japim fund kësaj pune. Mirë. Ja të gësht, pia jo të greke voglush. Pa shiko! Po ndeshon, mund të bëjmë tani? Jo, a i duhet a pi të gjithën, deri në pikën e fundit. Kush është aty? Alkemene, e këtu. I gjori voglush, të lutem, mos A ka qanë. njeri? Po tani? Tani, Duhet të kenë bërktisur. Anfitrion, për vite të tëra jemi lutur Perëndive që të na jepni një fëmijë. Ndoshta i kanë dëgjuar lutjet tona? Ndoshta kështu është. Herkul.